kuptoj pse ishte aq e vështirë fjala zoti Manja për ta marrë pak më përpara, sepse citua disa herë rregulloren, e kërkova për procedurë, dhe më thatë madje që u dashka marrë edhe leje para se të vija në këtë komision. Tani është e lehtë të flasësh për rregullore, zoti Manja, po është e vështirë të përgjigjesh realitetit edhe sjelljes politike. Tani e kërkova fjalën për procedurë, çfarë? Për një arsye shumë thjeshtë. Ju e përmendët rregulloren e re të parlamentit, që u miratua pak më përpara, si madje edhe si një mundësi hapësire për opozitën, ndërkohë që ju vazhdoni dhe veproni sikur keni në dorë një kamzhik politik edhe godisni këto që s'u pëlqen juve. Sot jeni mbledhur në pikë të sabahut, vetëm me antarët e Partisë Socialiste në këshillin në sekretariatin e etikës, me 3 veta, dhe morët një vendim maksimal për përjashtim 30 ditë. Kryetari në një partie politike që ka marrë votbesimin e 50.000 njerëzve. Dënimin maksimal. Dënimin maksimal. Tani, e kam me ju, zoti kryetar. Të presim sa të vi. S'ka rëndësi, dorim. S'ka kuptim të vazhdojmë. Po e kisha me kryetarin unë, se s'puna për të mbledhja. Mirë, dakor, kur vija je kthe atje, atëra, me që s'është kryetari flet telefon, po e kthem të nisma atëra. Atëre, si qeni në dieni, para 9 muajsh, Ministria e Brendshme, me një vendim antikushtetues, vendosi që të kufizoj lëvizshmërinë e mjeteve elektrike që cilësohen, pra që njihen kryesisht si monopatina. Udhëzimi jo vetëm që ishte antikushtetues sepse kufizonte lirinë dhe të drejtat e qytetarëve, por ishte edhe i paqartë dhe u kthye në një kakofoni të jashtëzakonshme për zbatimin e tij dhe policia e shtetit u turr për muaj të tërë duke sekuestruar me mira monopatina elektrike, sipas njoftimit të tyre zyrtari te kaluar 2000, dhe duke sjellë edhe probleme të tjera të cilat nuk u kthyen mbrapsht këto monopatina dhe duke u sjell një problem të madh të sigurisë juridike, të veprimtarisë të tyre të përditshme të këtyre të rinjve. Për ta vazhduar pak më vonë këtë pjesë, zoti Manja, se përfundova mendimin se ikët në telefon, do ta përfundoj mendimin në fjalës parë. Pra, jem mbledhur sot në pikë të sabahut në shkelje të rregullores, vetëm me 3 antarë, ndërkohë që rregulloria e re kërkon të jenë 6 antarë, të cilët nuk janë, dhe more një vendim prej prokurori politik duke përjashtuar kryetarin e një partie politike për 30 ditë, vendim maksimal. Ku është parë kjo gjë? Ku është parë kjo gjë? Pra, si mundet që të dënosh me vendim maksimal kryetarin e një partie politike të zgjedhur, kur ndërkohë që dëshmitarët se çfarë ndodhi në parlament. E pati u çfarë bëri ministri i financave, se që i tha maskara ministrit ishte për shkak të reagimit të tij. Të lutem kontrollo gjuhën. Po për shkak se gjuhë pra u përjashtua. Të lutem. Ore, fol, sa të dush, jo 30 sekonda, fol sa të dush. Problemi është, unë nuk kam nevojë ti përsërisësh këto se ti nuk je magnetofon. Je rob i gjallë. I kam gjuhën këta dhe në seancë plenare dhe i kam gjuhën dhe në mbledhjen e mëngjesit sot. Tani, fol mba qëndrimin tonë çka ke për të mbajtur, këtu në fakt ka ardhur për nismë, jo, fjalorin jo. Nuk ka nevojë të mi përsërisësh më këtu se çfarë ka thënë ai atje. Lutem shumë. Mba qëndrimin tonë politik, fol pastaj fol. Unë e thash në kontekst. Ore. Po pra mbaroje. Okej, po jo s'është nevojë të përsërisësh një ditë fjalor. Ishe vetë prezent në sallë. Doli ministri i financave në mënyrë të paramenduar e i sjell listën e kompanisë së familjarëve të afërmëve të vet dhe duke e shantazhuar. Po çfarë është kjo? Ndërkohë po të kujtoj
ju personalisht ku miratuat faljen e gjobave, amnistin fiskale, 2 miliard euro, e ndaluat me ligj që kompanit nuk bëhen publike. Ndërkohë që del Ministri i Financave, merr kompanit i bën publike aty, bën dhe shantazh në emër të familjarëve. Çfarë është kjo? Kjo është më keq se prokurori politike. Ky është shantazh politik. Është shumë i rëndë. Edhe ju çfarë bëni, nuk mbani as i qëndrim për ministrin që meriton më shumë se që tha ai në parlament dhe merren me pasoja. Pse nuk mbani as i qëndrim ju për ministrin që del aty dhe shantazhon? Do të mënë, sepse kjo është prokurori politik, lutem tani. I lutem zoti Kapri. Po mbaroj tani Zoti Kapri. Pra, Zoti zotëria juaj, zoti Manja, i janë asaj të një prokurori politik dhe është turshme. Ju përjashtojnë deputetët kështu. Është turshme, mo. Është turshme. Si marketing të guxim përjashton njerëz që janë votuar nga njerëzit. Si në këtë guxim? Mikrofonin hapur. Mos ta Të lutem. Të lutem. E ke bërë detyrën ndaj zotit Shehaj. Po në gjomë mu tani. Po jo, nëse ti nuk kthesh tek projekt ligji, do të kaloj direkt në votim. Pa e prezantuar fare. Fare hiç. Direkt në votim. Kush është atërës? Për nismën që ka sjell për kodin rrugor, me qenë se nuk don të shprehet zoti Kapri, zoti Qefalia, ç'mendim keni ju për nismën? Po. Të lutem sa Çarushi, të lutem, a ka mundësi të më lësh rehat? Faleminderit zoti kryetar. Ç'mendim keni për nismën? Ne jemi njohur me nismën e bërë nga deputeti Kapri, edhe në komisione tjera dhe e kemi vënë në dieni zotin Kapri, me këtë rast vëm në dieni edhe komisionin tuaj të nderuar që Ministria e Punëve të Brendshme është duke hartuar ose më saktë ka përfunduar hartimin e draftit për ndërhyrjet në kodin e ri rrugor. Në këtë këndvështrim mendoj që është shumë e rëndë kjo, është shumë e rëndë. I pret fjalën deputetit është shumë e rëndë. Si prokuror politik është shumë e rëndë ulësi, është shumë e rëndë. Prokurori politike është e rëndë. Është e rëndë. Si të vazhdojsh rrugën, se je shumë i rritë për të tregu koshën mu. Ja ma që gjitha e di që do të dhe në përgjishë. Ik tani, nga garaq, vazhdo rrugën. Prokuror politik, si Vishinski ti. Jo mërë se e kisha fik mikrofonin. Zoti Qefalia, mund të vazhdoni. si që po u thoja zoti kryetare, kemi informuar deputetin në fjalë lidhur me mundësin që i është krijuar edhe vetë deputetit, por edhe ndoshta dhe antarëve të tjerë të komisionit nëse do ketë kur të vi drafti, pasi Ministria e Punëve të Brendshme e ka përgatitur draftin dhe e ka gati për ta hedhur në konsultim publik. Besoj që mendimi i deputetit në fjalë, por edhe i deputetëve të tjerë të cilët do marrin pjesë në diskutimin e kodit rrugor, besoj do ta përmirësoj kodin. Sjell në vëmendje të atyre që na dëgjojnë që kodi është një ligj i cili kërkon patjetër dhe votat e opozitës. Dhe shpresoj që edhe mendimit e zotit Kapri, por edhe deputetëve të tjerë të opozitës të bëhen të gjithë bashkë që të kemi një kod rrugor funksional. Dhe së fundi sjell në vëmendjen tuaj që kodi rrugor vërtet ka psuar ndryshimet her pas hershme, madje edhe në vitin 2023, edhe me votat e opozitës, me 110 vota, gjë për cilën shpresoj që këto votat merren sërish sapo të vi me ndryshimet përkatëse. Faleminderit. Po faleminderit. Në fakt ne jemi komision përgjegjës në shqyrtimin e kësaj nisme. Fakti që nismëtari nuk dëshiron dhe as ta prezantonte në fakt nismën e vetë që kështë depozituar në kuvend. Kjo nismë ka kaluar dhe në komisionin, 2 komisione tjera ka qenë për dhënie mendimi, ka kaluar në 2 komisionet e tjera për dhënie mendimi dhe të 2 komisionet e tjera kanë sugjeruar rrëzimin e nismës në parim, për arsye se nga sa parashtroi zoti Qefalia si zëvendës ministër i punëve të brendshme, do të ketë një reflektim të disa ndryshimeve në kodin rrugor nga ana e vet qeverisë, ku natyrisht mund të gjenë reflektime dhe një pjesë e sugjerimeve e
që ka nisma e deputetit Kapri. Kështu që unë, kur nisma rëzohet në parim si pas rregullores kuvendit, nuk vazhdon diskutimi pra shqyrtimi dhe miratimi nën për nën, por diskutimi në lidhje me vendimin e komisionit spostohet në seancë plenare, dhe nëse seanca plenare do të vendos ndryshe nga çfarë do të vendos komisioni, natyrisht ne pastaj jemi të detyruar ta rifillojmë shqyrtimin e nismës për miratimin nën për nën më pas tërësi. Ndaj unë do t'ju